الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun azza jalla falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Lutë Allahun azza jalla që të na pranoj ibadetet, veprat dhe duat tona. Vazhdojmë me kapitullin 9, të cilën e përmend Buhariu në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që është kudsi. Hadithi kudsi nënkupton hadithin të cilin Allahu xhaleshanhu e ka fol. Pra kur pejgamberi thot ka thonë Allahu, edhe ajo fjalë që ka thonë Allahu është jashtë Kuranit, ky quhet pak a shumë hadith kudsi. E Zoti në një hadith kudsi po thot: Kullu amal ibn Adam lah. Çdo vepër e insanit është për ta, përveç agjërimit. Ajo është ekstra për mua edhe unë në mënyrë të veçantë shpërblej për ta. Agjërimi është mburojë. Ka vazhdu, çfarë mburoja? Ka transmetime tjera për shumë gjana, te morale, tek gibeti, tek rana, mburojë, nal moral, etj, por këtu ka përmend një pikë tjetër. Mburoj prej kuj, o Allah, thot, kur t'jeni a ditë duke agjëru, mos folni fjalë ndyta, as mos u nervozoni. Nëse dikush ju shan ose don me u kacafyt, me u përla me juve, atër ky person që është agjëru shumë le të thot, unë jam duke agjëru. Pasha ata në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra pasha Allahun. Ka thënë Zoti, era e gojës së agjëruesit te Allahu është më mirë se sa era miskut. Dhe agjëruesi do t'i ketë dy shpërblime. Shpërblimin e parë kur të bëjë iftar, edhe shpërblimin e tij kur ta takojë Allahun xhaleshanhu në ditën e gjykimit pra në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, këtu nuk e ka përmend Buhariu këtë kapitull vetë se për qëllim të meselja, nëse dikush ju shan, ju ofendon, çka me bë ti? Parimisht, besimtari në Ramazan du të ruaj ndërgjegjen e tij, të ruaj fjalët e tija. Të mundohet mos me shku në ato vene edhe mos mu ballafaqu me njerëz që e nervozojnë. E din që mund me të bon filoni nervoz, e një ati vetën tone, edhe e një atë tipin, se është person që ti shkatron nervat, atër çka bën? Së shkon mu taku me ta heq, nuk shkon me pas pun me ta heq. Mundohesh me urujt. Nëse veç tjetrit ka hyp në qafë, edhe këtu Resulullah ka përmend dy gjëra. Ofendimin edhe luftën ose kacafytjen fizike. Domethënë, ofendimi është me fjalë, shamja, kurse lufta është me vepra fizike. Pa marrë parasysh atë ofendon me fjalë, apo mundohet me u kacafyt me ty direkt, me u përla, me u rraf, ti në të dy rastet duhesh më mundu me ik. Tham, mas pari, është më rëndësi më mundu mos me shku deri tek ata njerëz, ose me pru veten, me u përla dikush me ty, në Ramazan. Me pru veten dhe aty, me eduku veten, me anë e tintit. Çka me bo nëse jetë tip edhe ti nervoz? Në du të më mundu me largu nervozën, por nëse s'po mujmë me largu, atër bile s'paku në Ramazan, jo se arsyetohet nervoza, as në Ramazan as jashtë Ramazan, por në Ramazan ta kesh gjithmonë në tru se ti je agjërueshëm. Çka me bë? S'mujt e kurqysh me i ik ballafaqimet, ai po t'ka hyp në qafë. Atër çka me bë? Thuj, jam agjërueshëm bre burr. Aja pet shan, thuj, jam agjërueshëm bre burr. Mos besë jam me Ramazan,
Por gjithmonë a dhez kjo? Jo. Nuk kam pa tjetër me dhez. Ti dush me bon tonën. Allah në mos na qet pozitat të tilla. Ti e bën tonën. Ai ka mundësi që nuk ta pranon këtë, thotë çka po manin mua me Ramazan asje. Bile mund hala ma keq. Mund me ta shoh Ramazanin. Audhu billah. Prandaj këto rregulla që e përmendëm, Buhariu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka përmend, na duhet deri në maksimum me pas kujdes mos me pru situatën deri tek dalja apo tensionimi i gjanave. Ti mu mundu deri në maksimum mos marr punaj me të shoh, as mu pëla me ty. Por nëse veç ka ardhur, atëherë ti mu kon besimtar që e ruan veten nga fjalë çysh po thotaj ti mos më kthy. Hajde te shamja, e lash. Si a kthen ti, ecë shullës tone, largohesh. Tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend wa in qatalahu, ose fa in qatalahu, nëse e lufton, nëse përlahet me ta gjet përfyti. Çka më bë? Thuaj jam agjerushëm. Po nëse veç po do me të ra, a lejohet tash mu ballafaqu me ta? Lejohet me mbrojt veten. Por nuk është opsioni i parë, por është opsioni i fundit. Sepse kur s'ki çka me bë, lejohet me u vetë mbrojt në islam. Por kjo le të jetë pastaj me mas. Kemi vetëmbrojtje, kemi pastaj edhe sulm. Vetëmbrojtja është si të mundesh me enal. E eviton rrezikun, e largon rrezikun. Ama jo tash, mas unë hina në këtë loj migrati me ta kap, me ta rrej, me ta bon. Pamuk. Jo. Se tash ti ke fillu, e ke te kalu, ka dalë situata për kontrolës. Unë e di se kollaj është me fol, ama në praktik eskalon situata dhe njeriu mund të hub kontrolën. Ne jemi të fol çysh është më mira. Jemi të e kallzu çka është më genialja. E sa të kemi mundësi, tani edhe e praktikojmë. Sa s'ke mundësi, Allah na falt. Allah na përmirësot. Prandaj, një prej edukatës së agjërimit është që mos me pru punën mu kacafyt me tjerët. Edhe me u kalit që mos me ofendu njerëzit. As me gojë, as me dorë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregu se kush është besimtar. Thot musliman është ai që nga dora dhe gjuha e tij janë të sigurt besimtarët. As nuk i ofendon, as nuk i rreh, as nuk po lahet. Kështu duhet të jetë besimtari. Por gjithsesi, na pe tregojmë ato që është më e mira. E praktikisht dal nga dal të edukohemi. Prandaj është mirë njeriu edhe në shtëpi, edhe në zyre, nëse ka zyret vet, edhe në makinë me vendos një letër, një tiketë ku shkruan unë jam agjerueshëm. Sa herë në kartë ta nervozon dikush, a do të më janë nxjerr dhomët, nalët thot jam agjerueshëm. Jam ku veç jam Ramazan se ta kisha kallzu çefin. Me pas kujdes. Po ashtu edhe ju nxënësat në shkollë, me shokët e juaj aty, me mësuesat, me i respektu mësuesat, se me Ramazan jeni. Edhe keni kujdes se ju nxënësat po i ofendoni kërë mësuesat. Qysh i keshni. Ajo është në vend babas. Muslimanit nuk i lejohet me përqesh mësuesin. Nuk lejohet kërkan, ama aq më tepër dikush i cili po t'jep dije me milshufora e muzgërdhimas shpine. Pa marrë parasysh mosha ati, ndoshta o lodhi shkreti, kanë lodh vitet, e ka lodh jeta, kanë lodh telashet. Nuk ban me përqesh. Allah na përmirësoft dhe na fal dhe na uzoft, na boft për atyre që nuk e bin veten që askush me na shoh, as me na rrej. Amin. Walhamdulillahi rabbil